Operacioni Mjegulla i Edi Ramës. Sot, si pa prit e pa kujtu, doli lajmi në një portal periferik francez se një shqiptar është kap duke fluturu me avion mbi centralin bërthamor të Normandis në Francë. Edhe personi ishte Ermal Beqiri, miku i Edi Ramës, i njerëzve të afërt të Edi Ramës, i cili ka marrë miliona euro nga tenderat e Akshit, nga kopshti privat i kryeministrit vendit. Ermali i famshëm me jahtë, Ermali me avion privat. Ermali bashkëpunëtor i ngushtë i një qeverie që dje ka bë marrëveshje me Amerikën për të bler 300 milion euro. Ka marrë borxh për të bler 300 milion euro pajisje ushtarake në kuadër të NATO-s. Ose thënë ndryshe, siç e kam thënë dhe dje, kërkon të blejnë Donald Trumpin, kërkon të blejnë mbajtjen e samitit NATO-s në 2027 në Shqipëri për të shpëtuar lëkurën e vet. Por lajmin edhe u hap llafi dje pa aty me Gonshehaj që ja fuste vrapin nëpër korridoret e kuvendit se vodhi marrëveshjen Gonshehaj. E vodhi marrëveshjen, po nuk e xori gjikundi Goni. Edhe ajo është e dyshimt për mu, për gjithë njerëzit që kanë fillu me i qa hallin Gonit se po i bim qafe Edi Rama. Dyshoj shumë tek ajo se Goni nuk është aq i papërgjegjshëm, nuk është aq budalla, sa të krijojnë skena të tilla në mënyrë të pavetdijshme ose nga budalliku. Tashi e mori ose ta nxirrte dokumentin ose vlerë tjetër s'kishte sepse të bënte skema të tilla. Po krijoi një skemë që të merret Edi Rama me ta ulan ballën me të dje gjithë ditën, edhe mediat të merren me të. Mirë, po sot doli Belind Këlliçi edhe Sali Berisha, praktikisht nën kryetari dhe kryetari i PD-s, edhe kanë bërë një nga denoncimet më interesante të skemave mafioze, se si operon Edi Rama bashkë me familjen e tij në Shqipëri. Impliku sigurisht Olsi Rama me leje kazinoje, me një shokun e vet, me pashaportë amerikane, dhe ai, se ndoshta dhe Olsi ka pashaportë amerikane, me pashaportë amerikane blet tokë në gjirin e Lalzit me $300,000, asa kishte marrë 320.000, e kishin shtit 26 milion euro. Aq sa i duhej për të marrë licencën e kazinos të stadiumi Air Albania. Dhe ky lajm fakt e ka vënë vështirësi jo vetëm falni, në gazo gripi, ka vënë vështirësi Spakun dhe Edi Ramën, të cilët me sa duket, sipas meje, po edhe disa personave që janë konsultu tani, me sa duket organizuan operacionin Mjegulla. Operacioni Mjegulla do kam parasysh që për të sfumu një ngjarje, Edi Rama krijon një ngjarje akoma më të madhe. Është taktik që ai nuk e ndron asnjëherë. E bën për herë, pra, nëse ndodhi skandal, ai bën një skandal më të madh që të harrohet ai i pari. Nëse ndodh një ngjarje, një denoncim i fortë për rrethin e tij familjar, për vllane, për shokët e vllajt e kujtun, ai bën fut në aksion Spakun, fut në aksion mekanizmat e tjerë për ta bërë publike. Ani këta që u friksun nga Agron Shehaj dje, që thash është shumë e dyshimt, unë pranaj kam komentuar dje, është shumë e dyshimt veprimi i Agron Shehajt. Pra nëse ndaj Agron Shehajt nuk do merren masa nga Spaku për veprimin që bëri, nxjerrje e sekretit hetimore, kujtën budalliqja 100 akuza që kishte rendit ta ulan balla aty,
Agron Shehaj e ka bë atë për vjedhjen e atij dokumentit të famshëm strategjik me Amerikën, atëherë i bi që e ka bë në bashkëpunim me Edi Ramën, e ka bë për të ndihmuar Edi Ramën. Nëse Spaku merr masa ndaj Gon Shehajt, atëherë unë do jem pro Gon Shehajt, sepse i bi që e ka bë pa interes me pushtetin. U shkon Ermal Beqiri, njeriu që ka marrë miliona euro tendera nga Akshi, me dhune, me konkurrencë pa konkurrencë, del edhe fluturon me avion privat, kapet nga francezët dhe dyshohet për spionazh. Këta që bëjnë marrëveshje të madhe me Amerikën për të bler miliona euro pajisje ushtarake në kuadër të NATO-s, një mik, një biznesmen i pushtetit këtyre shkon edhe fluturon, kërcënon një vend aleat NATO-s, jo vend do si do, jo vend halabak si Gyjoni, por Francën, që është nga vendet europiane që ka centralet më të mëdha bërthamore në kontinent për të garantuar sigurinë e Europës. Çfarë bën ky? E di ky që lajmi Ermal Beqirit do bëjnë buj. Ermal Beqiri pas ka qenë arrestu qysh ditën e shtunë. Në momentin se këtë duhet zbërthej tani, prandaj po them që ky operacion, lajmi i Ermal Beqirit është operacioni i Mjergulla, i Edi Ramës dhe i Spakut, Klodian Brahos dhe Altin Dumanit. Në momentin që arrestohet një person, Ermal Beqiri është arrestuar që të shtunën, sot është e martë. Qysh në momentin e parë që arrestohet një person në një vend të aleat, njoftohet me njëherë agjensit përkatëse. Pra është njoftu Spaku, që ne kemi arrestuar një person që ju e keni në kërkim. Pastaj procedurat e ekstradimit mund të zgjasin. Lajmi nuk doli as ke Le Monde, as ke Le Figaro apo media të tjera, Radio France, që ka media të fuqishme Franca, por botohet pikërisht sot në ditën kur Këlliçi dhe Berisha denoncojnë aferën e dyshuar për pastrim parash dhe për licencën e kazinos për shokun e vllajt të kryeministrit të Shqipërisë. Një super skandal për cilin ata thanë që do ja çojmë Spak, nuk e di e kanë çuar apo se kanë çuar, për cilin Spaku duhet të ngrihej në këmbë se kërkonte prova Klod Braha. Po çka prova? Për kryeministrin, sillni provat, ja ku janë provat pra. Qindra mira herë o ka prova për Edi Ramën këtë vend, o s'ka për njëri tjetër. Po Spaku është vegël, është një lloj organizatë kriminale partnere me kryeministrin Rama. Është një lloj, siç thoshte sot, ajo shoqata e Departamentit të Shtetit që në Shqipëri sundon trafiku, krimi organizuar dhe korrupsioni. Se këta kujtojnë që bën një marrëveshje 300 milion euro me SBA-n dhe e blen SBA-n. Çështjet e sigurisë janë shumë më të mëdha se sa 300 milion euro të shqelbura që Edi Rama i merr nga xhepat tonë edhe kërkon të blejnë influencë politike në SBA, kërkojnë të blejnë presidentin e SBA-ve. Nuk hetojnë, sepse thash edhe njëherë, Spaku është organizatë kriminale partnere e Edi Ramës, siç janë gjitha organizatat e narkotrafikut me të cilat ky ka bashkëpunu gjatë gjithë kohës në pushtet. Se po t'ishte ndryshe, do kishte hetim për inceneratorët, do kishte hetim për tenderat korruptiv, do kishte hetim për lejet e ndërtimit, për investitorë strategjik, për ligjet speciale për persona special e për tjerë më radhë. Nuk ka asnjë, nuk i bën Spaku këto, sepse është organizatë partnere kriminale me pushtetin e Edi Ramës. Dhe e gjeti Edi Rama, nuk është botu lajmi për arrestimin e Ermal Beqirit në asnjë nga mediat e mëdha franceze, po është botuar në një media periferike dhe ka ardhur me urgjencë të çuditshme që edhe unë nuk e di shumë mirë tani si erdhi me një urgjencë të çuditshme në Shqipëri. Po sigurisht ne nuk mund ta fshehim lajmin e arrestimit të Ermal Beqirit, por duhet të themi që Ermal Beqiri, nëse ka kërcënuar sigurinë e NATO-s, nëse dyshohet për spionazh me fluturimin mbi centralet bërthamore në Normandi të Francës, ai është mik i Edi Ramës
dhe është leju vetë nga SPAK-u që ti këta ratiset nga Shqipëria. Pra prap këto organizata kriminale edhe kur përpiqen të krijojnë mjergull edhe të shpërndajnë vëmendjen nga lajmet kryesore për të shpëtuar shokun e Olsit edhe Olsin në denoncimin që bëri sot Këlliçi me Berishën, ne du të kujtojmë që edhe kjo mjergulla që shpërndan këta është prap pjesë e rrjetit mafios të tyre. Ermal Beqiri është shoku juaj, sado që të marrë vëmendjen në Shqipëri, licenca e kazinos dhe blerja e tokës nga $300.000 dhe rivlerësimi $26 milion dhe marrja e licencës kazinos është prap një gjë që nuk shmanget, do SPAK-u ta hetoj një ditë ajo do hetohet. Ose duhet hetohet të paktën, kështu shpresojmë ne. Po me sa duket këtu nuk është se do hetohet gjë pa ndryshu sistemi dhe pa u kput koka e krimit që man lidh fijet e krimit në drejtësi, në politik, në biznes edhe në organizatat kriminale. Gjithë një personi që i lidh këto fije është vetëm një Edi Rama, kryeministri, i cili e shpërndau, bravo i qoftë, e shpërndau këtë lajmin sot për të kriju mjergull edhe për të sfumu, se nuk është kaq rastësor ardhja e këtij lajmi, mund të kishte dalë të shtunën, po del një portal atje periferik, është sikur me botu, kujtun, me botu unë ke Facebooku im. Pra tjeti lajm kaq i rëndësishëm edhe me botu unë ke Facebooku im, se sa i portale kam Facebookun, por jo në mediat kryesore franceze, dhe me vrap vjen në Shqipëri. Nuk ka problem, por kjo është taktike e njohur e Edi Ramës, krijon mjergull për të sfumuar skandalet korruptive që rrinë si re të zeza mbi të personalisht dhe mbi familjen e tij personalisht. Shifeni se u tremëm nga gon shehe, na fluturoi Ermal Beqiri, na rrezikoi sigurinë e NATO-s. SPAK-u është i papar, domethënë organizat partnere kriminale me pushtetin e Edi Ramës. Natën e mirë.